Gjermania është një prej vendeve me tatimet më të larta në Evropë e mbase edhe në botë. Ndaj, kursimi i tatimeve, por edhe një kontabilitet, pra buhaltung, sa më i mirë për kompanitë është një detyrë vërtet shumë e rëndësishme. Ky është edhe shkaku pse kam ardhur sot të bisedoj me dy ekspertë të jashtëzakonshëm të kësaj fushë, me Albrin Zogaj, i cili është edhe udhëheqës, drejtor i kompanisë, dhe Ardenis Maqastina, i cili është një prej ekspertëve më të mirë. Kjo kompani ka diku rreth 70 bashkëpunëtor, trajton përmbi 6.000 klient privat dhe mbi 600 firma. Prandaj edhe kam ardhur të bisedoj si është e mundur të kursejmë me tatimet dhe si është e mundur të kemi një kontabilitet sa më të mirë dhe sa më të suksesshëm për të pasur një firmë sa më të mirë. Ndaj do të pyesim pra ekspertët se çfarë na thonë ata. Albrin, përshëndetje, na shpjego pak për fillim cila është kompania juaj dhe me çka merreni konkret. Përshëndetje bare, faleminderit si ardhë në herë. Në pika të shkurt, firma jem është specializuar në punëve kontabilitetet, do me thonë e mirëmbojna firmat në kejtë Gjermaninë. Tani firma jonë është edhe specializuar në bazën e financave, do me thonë na ju kallëzojna firmave qysh mund me kursy pare, edhe pare që i kursojnë, qysh me investu, po edhe qysh mund 100% me shtin shtojer. Do me thonë me ik shtojer. Kjo puna e shtojerit, puna e tatimeve, kam dëgjuar që këtë vit në vitin 2026 ekziston mundësi madje me kursy me 10 ramira, diku e kam lexuar deri në 61.000 euro. Është vërtet. Po, perfekt. Do me thonë, kjo është krejt me liq në Gjermani, do me thonë, 2026 mund të njëri të jenë 61.652 euro komplet me hek pja ajnë kom shtoja, edhe 100% me shtin shtoja. Eksperti e din edhe shifrën e saktë, pra sa mund të kurseni. Ardenis, ju jeni aktiv në të gjithë Gjermaninë, apo jo? Po, do me thonë, komplet për jugu të veri Gjermanisë jena aktiv. Kena shumë klienta, ne kena zyrën këtë në Augsburg, po kena klienta edhe prej ma largë, se qysh ja bojmë ata klienta shumë e thjeshtë. Në ditën e sotme nuk është vështirë edhe me komuniku me njerëzit. Shumë e saktë, do me thonë i bojna mbledhjet online, bojna telefonata, ka mënyra ndryshme se qysh nuk ju kontaktuat, ama s'më. Kena jena mundu me bo sa ma thjesht për bashkëdhëtarët këtë që kanë ardhur në Gjermani, përmes numrit telefonit, përmes WhatsAppit, rrjetet sociale si Facebooku, Instagrami, kudo që ti përshtatet aty në malet. Kontaktojnë direkt personalisht me mua dhe Albrinën. Miqdashur, pra telefonin dhe të gjitha rrjetet sociale ku mund të i kontaktoni si Albrinën, ashtu edhe Ardenisin, por edhe 70 bashkëpunëtorët e tjerë të tyre do të shihni këtu poshtë. Ndërsa unë ju rekomandoj, nëse keni probleme me tatime, nëse doni të kurseni tatime, nëse keni nevojë për kontabilitet dhe për buhaltung, pra ajo që quhet, lajmëroni këta numrat e telefonit dhe me siguri do të keni një këshillim të duhur. Dhe mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse jam 100% i bindur që ka shumë njerëz që kanë nevojë për uljen e tatimeve, por edhe për udhëheqjen e mirë të firmave. Faleminderit dhe mirëmbashkë.